Brenda rastit kontrabandimit ka qenë edhe një person shtetas i huaj i vdekur. Kanë qëndruar larg syve të institucioneve dhe larg syve të policisë. Kryeprokurori në zonën kufitare midis Kosovës edhe Shqipërisë ka pas disa incidente ku të përfshirë janë qytetarë të cilët kanë shtetësi siriane. Kemi pas edhe një viktim, një person të vramë me armë zjarri. Prej asaj çka unë kom rri me kuptu, një person është arrestu si dyshend për këtë vrasje. Çka do me thonë kjo për zonën kufitare të Kosovës? Po mund të konfirmoj që regioni ynë i Prizrenit faktikisht jemi në kufi me Republikën e Shqipërisë, ku na ndon pikalimi kufitar në Vërmicë Morinë dhe në të kaluarën kemi pas raste ku kemi pas edhe kontrabandim me migrant. Rezultatet flasin, statistikat flasin që viti 2022 ka qenë ku kemi pas raste më të mëdha, kemi pas rreth 38 persona faktikisht të dyshuar për kontrabandim të migrantëve, ku kemi filluar edhe hetime ndaj tyre. Pastaj viti 2023 ka pas një ramje dhe 24 edhe më pak dhe tani fatbarësisht nuk kemi asnjë rast të tillë. Mirë po, është fakt që kufiri na sjell edhe kontrabandimi me migrantë, rasti i cili i referoni faktikisht ka qenë një numër bukur i madh i kryesve të veprës penale të kontrabandimit me migrantë dhe kryesisht edhe shtetas të huaj, ku janë arrestuar nga prokuria jonë, mirë po më pas në bazë të veprimeve hetimore të ndërmarra ka rezultuar që ata kanë qenë grup i strukturuar dhe kanë kaluar në krim të organizuar për çka kompetenca i ka takuar Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës. Prokuria Speciale ka zhvilluar hetime dhe ka ngritur akt akuza dhe më pas gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special i ka gjykuar dhe dënuar kryesit për kontrabandim të migrantëve. Ne kemi pasur edhe një rast ku në 2022 faktikisht brenda rastit kontrabandimit ka qenë edhe një person shtetas i huaj i vdekur, ku grupet kriminale faktikisht kanë qenë edhe të armatosura dhe ka rezultuar që kanë shkëmbyer mes vete faktikisht edhe janë gjuetur me armë zjarri dhe njëri prej tyre ka mbetur i vdekur. Ne kemi pasur një rast të vendosur në regjistrin 3P apo me kryerës të panjohur dhe ndërkohë faktikisht pasi që ky person është gjykuar, është dënuar për kontrabandim me migrant, në fund të vitit 2024 në bazë të rezultateve nga ekzaminimi i pajisjeve elektronike ne ka rezultuar që njëri prej tyre faktikisht ka qenë edhe kryesor i kësaj vepre penale dhe ajo që është më rëndësishme është që ai sapo ka përfunduar dënimin faktikisht për kontrabandim me migrant, ne po atë ditë faktikisht ne kemi pritur jashtë dhe e kemi arrestuar për vrasje të rëndë. Tani faktikisht personi ka rreth 7 muaj që ndodhet në masën e paraburgimit dhe ne jemi duke mbledhur prova në mënyrë që ta faktojmë edhe këtë rast. Në provat që i kam pa në këtë rast shihet që këta njerëz kanë pas deri armë gjata, Kalashnikov dhe mjet të tjera. Çu është e mundur kjo me patrullu kufinin njerëz me armë? Tani nuk mund të them që kanë patrullu kufirin, po duhet ta kemi parasysh që kemi të bëjmë me një krim ndërkufitar. Faktikisht kanë qenë grupe të organizuara që kanë ardhur nga shtete të tjera dhe këta i kanë zgjedhur pikat dhe zonat malore ku kanë qëndruar. Në fakt kanë qëndruar larg syve të institucioneve dhe larg syve të policisë dhe kjo ka zgjatur për një periudhë të shkurtër. Dhe faktikisht kjo ka ndodhur derisa ata kanë qenë strehuar, nuk kanë mundur të hyjnë në shtëpi, po kanë qenë strehuar në pika malore derisa ka ardhur dhe i ka marrur transportit, cilin faktikisht e kanë pasur të organizuar më parë dhe dihet që krimi nuk njeh kufi, ata bashkëpunojnë edhe me vendet që mund të kemi armiqësi mes vete dhe kështu që të gjithë ata kanë qenë të mirë organizuar. Por mund të konstatoj që nuk kanë pasur asnjëherë dhe as nuk do të kenë asnjëherë kontroll të vijave kufitare kryesisht. Në pjesën e vrasjes, kur pritet të përfundu hetimet dhe a ka persona tjera apo vetëm një person është dyshim në këtë moment? Ne jemi në rrugë të mirë dhe duket që jemi afër përfundimit. Për momentin e kemi vetëm një person të dyshuar, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë edhe persona tjerë, sepse në bazë të hetimeve këtu ka rezultuar që edhe një vepër tjetër sërish më e madhe ka rezultuar të jetë, kështu që edhe atë rast e kemi referuar në prokurinë përkatëse.